Ne jemi te kapitulli i 12 ke libri Gjonit. Atëherë Maria mori një libër vaj erkenshëm prej nardi të pastër, shumë të kushtueshëm. Vajosi me te këmbët e Jezusit dhe i fshiu këmbët e tij me flokët e saj, dhe shtëpia u mbush me erën e këtij vaji ose parfumi. Atëherë një nga dishepujt e tij, Juda Iskarioti, biri Simon, ai që do ta drahtonte, tha: "Pse nuk u shit ky vaj për 300 dinar dhe t'u jepej fitimi të varfërve?" Por ai e tha këtë që jo se kujdesej për të varfrit, por sepse ishte vjedhës dhe duke qenë se ai e mbante qesen, mbante shtinin atje brenda. Jezusi tha: "Lere, ajo e ka ruajtur për ditën e varimit tim." Të varfrit në vakt i keni gjithmonë me ju, por mua nuk do të keni gjithmonë. Maria, disa përkthime thonë që kjo aq i çmuar ishte ky vaj e ky parfumi, se i barabart me një vit rrogash. Shumë i shtrenjtë. Edhe si ka mundësi një grua për disa sekonda të harxoj këtë parfum kaq të shtrenjtë, më i shtrenjtë se Gucci, më i shtrenjtë se Versace, aq të shtrenjtë. Njerëzit duan të bëjnë gjëra për Zotin, por ata që bëjnë më shumë, ata që japin më shumë, janë vetëm ata që kanë dorëzuar komplet zemrën tek Jezusi. Prandaj, miq të dashur, nëse ju habit kjo lloj historie, kjo lloj ngjarje, kjo është arsyeja. Jezusi e preku Marian aq shumë. Prandaj dhe vllai Lazarusi u ngrit nga të vdekurit. Edhe ajo, e frymëzuar nga Shpirti i Shenjtë patjetër, tha: këtë gjë që kam kaq të çmuar, këtë parfum, këtë vaj kaq të çmuar, e kam për Jezusin. Aleluja. Prandaj dorëzojeni jetën, dorëzojeni zemrën shpëtimtarit Jezu Krishtit. Ai do zemrën tuaj në fillim. Ai do zemrën në fillim. Pastaj vjen këto të tjerat, sakrificat, çfarë jepni ju, si mund ta nderoni Perëndin. Ai do zemrën. Bekime. Haleluja.